Dogana e Morinës është përballur me një fluks pushuesish, të cilët kanë zgjedhur që të kalojnë pushimet në 15-ditëshin e dytë të muajit gusht në Shqipëri. Sipas policisë kufitare, vetëm në një ditë janë numëruar rreth 25.000 qytetarë kosovar, të cilët kanë zgjedhur Bregdetin shqiptar për të kaluar pushimet. Pavarësisht këtij fluksi në muajt qershor dhe korrik, numri i pushuesve që kanë hyrë në vend ka qenë më i madh. Aktualisht policia kufitare po punon me procedurë të përshpejtuar dhe ka rreth 5 muaj që po vazhdo me lehtësime në kufi. Kjo konklizon në një procedurë goxha të shpejtë. Për të përballuar fluksin e pushuesve, Dogana e Morinës po punon me 6 sportele dhe me procedurë të përshpejtuar, në mënyrë që të mos krijohen radhë të gjata. Destinacioni i preferuar edhe për këtë 15 ditësh për pushuesit kosovar mbetet Shëngjini dhe Velipoja. Velipoj. Për pushime? Për pushime. Sa ti do rrini? Një jo, në Shëngjin. Për pushime, Pushime. do rrini shumë? Një javë ditë. Po një 5 ditë planifikojmë, po nëse na pëlqen do të rrim më gjatë. Në Durrës. Sa ti do rrini? Po s'kemi shumë kohë, një 4-5 ditë. Për pushime? Po. Shifrat jo zyrtare të policisë kufitare bëjnë të ditur për rreth 1 milion pushues kosovar gjatë muajve qershor korrik dhe në gjysmën e parë të muajit gusht.